Ditë gjumon, lusim Allah në fuqi plot që në gjithë neve Allah të azbret mëshirën e ti, udhëzimin e ti dhe begatit e ti, Allah më amen. Këtë ditë gjumon, lusim Allah në fuqi plot që të smurit tonë, Allah të shëran, pa uzurit të uzan, ata që cilët janë fatkeqësisht në flakën e luftës, të duke vujtur Zoti, të alargën vujtjen dhe të jap lirin, Allah më amen. Vëllezër besimtar, s'ka dyshim se Gjumoja është takimi më i mirë i besimtarëve, takimi më i mirë i javor. Ashtu që Gjumoja dita më e mirë e cilën ka linë tjetër. Dita e Gjumoja, përveç këtyre specifika, bëhet edhe më veçantë kur numri i pjesëmarrësve në Gjumoja është edhe më i madh. Ashtu që është sot. Pra, gjithë atyre që kanë marrë rrugë gjatë, kanë ardhur në lindje, lutim Allah në fuqi plot. Ja u mundëse që të kalojnë pushimet zemrës, shpirtit me familjarët e tyre, ashtu që është mas miri. Në lindje dhe kur të kthehen shëndoshë mirë në punën e angazhimit të tyre atje që i kanë. Kjo është rregull i parë. S'ka lumturi pa islam. Ka mundësi pasurinë e botës me pas. Nëse nuk ka islam, nuk ka lumturi. Këtë e ka thonë Allahu te në Kur'an. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot ka thonë Zoti e përsosa fejnë për ju islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati. I kam plotësu të mirat dhe begatit e mia ndaj jush, ka thonë Zoti. Wa raditu lakum islam dine. Allahu po thotë, jam i kënaqur që islamin e kam zgjedhur fe për juve. Pra kush po thotë, Allahu po na garanton. Na jetën tjetër, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ai I cili refuzon ka thënë Allahu udhëzimin tanë, Kur'anin tanë, fenë tanë, sunetin e profetit, traditën e Muhamedit alayhis salam. Ai do të ketë një jetë vështirë sa të përkthehet me stres, me depresion, me smundje psikologjike të ndryshme me cilat përballet së shoqëria botërore. E dyta, muslimani duhet me qenë I vetëdijshëm pas vetdije. Jo pas mendje se mendja ka njerëz në përgjithësi, po diçka edhe më shumë, pas vetdije. Muslimani duhet të qenë I vetëdijshëm për obligimet e tij, për përgjegjësinë e tij, për rolin që e ka në shoqëri, për rolin që e ka në komunitet, çka kërkohet prej tij, çka Zoti, pse Zoti ka obliguar me këto obligime, pse Zoti e kërkon këtë, pra muslimani jetën nuk do të më bosh këtë shkak, po do të me qenë I vetëdijshëm se çfarë bëhet për rreth tij. Shënë që ka thonë Zoti në Kur'an, është një ajet në surën Al-Fatiha që e dim krejt përmend që memorizojmë. 17 herë në anë ditësh, na vetëm namazet farze e lexojmë këtë ajet, na I thënë Zotit ihdinas siratal mustaqim. O Allah, udhëzon na rrugën tonë të drejtë. A shohë ihdinas siratal mustaqim, o Zot, udhëzon na rrugën tonë të drejtë, fenë tonë, kështu I thonë na Zotit, apo? Kjo nuk është thjesht lutje, por kjo është një zotim që ne e bojna përpara Allahut, që kena më përbajt dhe kena me ecë në rrugën e drejtë. Nuk është thjesht lutje me thonë o Zot, udhëzon na rrugën e drejtë dhe kaq, por kjo është një lloj zotimi, një lloj premtimi që ne ja dhëmë Allahut të lëshon se ne o Zot kena me ecë në rrugën tonë. Pra besimtari duhet me qenë me qenë I vetëdijshëm për fjalët e tij, për veprat e tij, për përgjegjësinë e tij. Kjo nuk mjafton që besimtari me qenë në rrugën e Zotit vetëm kur e fal namazin. Me qenë I vetëdijshëm vetëm në namaz. Obligimi I tij fillon kur dalën prej xhamisë. Këto mësime që e marr këtu, kur dalën jashtë në kongjendje me zbatu. Në xhumo përcjellja e familjarëve, se kem shumë familjarë që fatkeqësisht nuk kanë ardhur në xhumo. Disa me arsye, disa pa arsye. Apo? E tash këto udhëzime, këto mësime që përmenden në xhumo nuk janë vetëm për neve. Do të më marrë dhe më transmetu. Shënë siç e ka përshkruar pejgamberi Muhamedi alayhis salam, cili është njeriu I vetëdijshëm, njeriu që jeton në përgjithësi, edhe pejgamberi I mençur. I këtjer është ai njeriu I cili e merr pyetje vetë. Ja bën do pyetje vetë. Merr vetë llogari dhe punon për atë që vjen pas për vdekjen, çfarë vjen pas vdekjes. Ky është njeriu I mençur pra. Ti jeni musliman me vetdije. Vetdija është shtylla e dytë e cila e fuqizon individin musliman
po dhe shoqërinë muslimane edhe e kthen forcën të nderit dhe prestigjit që ka pas ummeti Muhamedit alayhis salam. Dhe e treta, mos i mosh ku, nuk ka islam pa përpjekje, pa angazhim. Kjo është pejgamberi më të madh që ka islami. Inna Allaha yuhibbu alladhina, shën ka thënë Allahu Kur'an, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Thonë Allah i dënë ata cilët luftojnë, angazhohen, që në përpjekjen, angazhimin, se luta është angazhim, në rrugën e Allahut, sikur të radhimin fafa bashkërisht me rregull, sikur me qenë një mur i fortë. Pra sikur me qenë një ndërtesë i fortifikuar. Pra Allah po dhe më na tregu neve se nuk na fton Zoti vetëm me punu, po Zoti ka thënë për neve me kon të organizuar. Pse gjumoja në folë vetë? Folët me imam, nuk më cakton gjë. Aja që ka kërkohet për neve është angazhimi, mundi, po mund i organizuar. Shumë është, po du me përgjut me një shembull që para të sotë që në gjëmatën të ku shërbej Gjermania për me. Shqo në trupin e njëriut. Nëse një trupin njëriut përshon para përse 70 kg. Trupi përveç trupit, mrena trupin e njëriut është aje që njësi sistemi nervor, nervat. Një trup që i ka 70 kg, para përsesht nervat e ti janë gënë përshojnë 70 kg. Në sa pak? Mirë, po qëta 70 kg? Nuk mundën me lëviz nëse nuk funksionon sistemi nervor që është 70 kg. 70 gram, para përsesht, e drejtojnë një trup që i ka 70 kg. Pas sistemi nervor, njëri ju asë nuk mundët me pa, asë nuk mundët me dëgju, dora nuk mundët me lëviz, zemra nuk mundët me bashkërendu me pjesë tjera të rëpës. Qëtë shka është e marë në frikujnë, që da shpeshe në atërin, po jo, pa shumica. Pakica e është që i bëndë ndryshimin që shminë. Pakica është aje cilë e mandi trupit që li përshon në ranë, dhe ja të rejtimi ka dohet. Kjo ka ndohë dhe në kohë në profetit Muhammedit a.s. Edhe pas kohës profetit, edhe para kohës profetit. Allahu në Kur'an që ka kem min fi'atin qalilatin ghalabet fi'atan kathiratan bi idhnillah. Sa grupet vogla ka thënë Zoti kanë ngadnjy ndaj grupet mëdha me çfarë? Me lejen dhe ndihmën e Islamit. Pra, Islami na mëson neve disiplinë, na mëson neve rënë, na mëson neve përgjegjësi, bashkëpunim dhe respektimin e rolit. Kur e kryen një punë, ka thënë pejgamberi, robi Zotit don që robi me përsos. Kjo është punë e organizuar, duke ju përballë rregullat. Zoti na bën prej atyre që e kuptojmë që pa Islam nuk ka lumturi, pa vetëdije, nuk ka qëndrueshmëri dhe pa organizim.